Partizani Elbasani është çerkfinali e kthimit të Kupës së Shqipërisë që spikat më së tepër mbi ditën e sotme, edhe për shkak të sfidës së parë ku pati shumë luftë sportive dhe kryeqytetasit arritën të fitonin me rezultatin 0-1, të besuarit e Kërnajës sot në arenën e Demave, duke nisur nga ora 16:30, luajnë për 2 rezultate, ndërsa Kupa është një prej objektivave që ka shpallur klubi. Duke parë rezultatin e ishës parë, është një ekip që do luaj gjithçka për gjithçka dhe në këto momente do bëhet shumë i rrezikshëm, sepse pjesën ofensive Elbasani ka jashtëzakonisht shumë cilësore, kështu që besoj ne nuk do hyjmë për barazim, sepse po hyjmë për barazim do rrezikojmë shumë. Ne duhet të sigurojmë ndeshjen, të shënojmë golin, të fitojmë ndeshjen. Po në orën 16:30, vllaznia kryesuese e Superligës pret në Loro Boriçi Bylisin, pasi çerkfinalen e parë në Ballë Shkodranët e fituan 0-1, ndërsa në orën 19:30 Tirana do të tentojë mrekullin kundër Dinamos. Bardhëblut, që mendjen e kanë të mbijetesa në kampionat, duhet të përmbysin humbjen e 0-2 në çerkfinalen e parë kundër Nëndecës së Ilir Dajës. Do të kërkojmë që të jemi konkret dhe të jemi të kujdesshëm, duke parë dhe rezultatin e parë dhe duke parë dhe vështirësinë, por do të bëjmë maksimumin tonë. Çerkfinale tjetër në orën 19:30 luhet në Rogozhin mes Egnatias dhe Teutës. Të besuarit e Ilir Tetovës ndeshjen e parë në Durrës e fituan me rezultatin 1-2.